Prokurorët në Korenë e Jugut kanë zbuluar detaje që po trondisin opinionin publik dhe po rikthejnë në qendër të vëmendjes rënien e bujshme të ish-presidentit Yoon Suk-yeol. Sipas hetimit Yoon, dyshohet se ka qenë i përfshirë në një plan të fshehtë për të provokuar Korenë e Veriut, me qëllim krijimin e një krize të kontrolluar që do t'i mundsonte atij shpalljen e ligjit ushtarak dhe zgjerimin e pushtetit presidencial. Pika më e rëndë e akuzave lidhet me fluturimet sekrete të dronëve në territorin e Koresë së Veriut gjatë muajve tetor dhe nëntor të vitit kaluar. Dronët dyshohet kanë debërtuar mbi Penjan dhe zona të tjera strategjike, duke hedhur fletushka propagandistike kundër regjimit të Kim Jong-un. Mediat veriore publikuan madje foto të një droni të rrëzuar pranë rezidencës së Kim Jong-un, duke bërë që tensionet mes dy Koreve të rriteshin në mënyrë të ndjeshme. Dokumentet e gjetura në telefonin e ish-komandantit të kundërzbulimit mbrojtjes, Yeo In-hyung, përmbanin shënime të drejtë për drejta, që sugjeronin krijimin e një situate destabilizimit të qëllimshëm. Udhëzime si duhet krijojmë një situatë paqëndrueshme dhe duhet ta godasim Veriun aty ku e humbim fytyrën, tregojnë qartë synimin për të nxitur një reagim të ashpër nga Penjani, me mot përfshinin edhe objektiv të ndjeshëm Penjani, zona turistike, objekte bërthamore dhe vend pushimet e familjes Kim. Sipas prokurorëve, këto veprime ishin pjesë e një skenari politik më të gjerë, nxitja e një krize të brendshme të sigurisë për t'i dhënë presidentit arsye ligjore të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme ushtarake. Dhe kjo skemë u konkretizua më 3 dhjetor kur Yoon shpalli ligjin ushtarak, akuzoi opozitën për bashkëpunim me Veriun dhe dërgoi trupa ushtarake për të rrethuar parlamentin. Një veprim që shkaktoi kaos politik dhe përfundimisht çoi në rrëzimin e tij. Tani Yoon dhe 2 zyrtarë të tjerë të lartë përballen me akuza të rënda për ndihmë ndaj armikut, keq përdorim të pushtetit dhe tentativë për kryengritje, ndërsa vendi përpiqet kuptojë se sa pranë mund të ketë qenë një përplasje e rrezikshme mes dy Koreve, e shkaktuar jo nga armiqësitë e jashtme, por nga kalkulime të brendshme politike.